Në vijim, do të rrëfejmë një tregim motivues rreth caktimit të fatit. Një student i mjekësisë po qëndronte para ndërtesës së fakultetit me shokët e tij, kur u goditën nga një makinë me shpejtësi të madhe. Menjëherë e dërguan në spitalin e universitetit. Mjekët thanë se ka gjakderdhje të madhe nga veshka dhe njëra veshkë duhej hequr, përndryshe studenti do të vdes. Ai duhej të zgjidhte midis veshkës që duhej hequr, por do të mbeste gjallë, dhe midis vdekjes, nëse nuk pranonte ta hiqte atë. Më në fund, ai zgjodhi që ta heqë veshkën. Kaluan disa ditë nga operacioni dhe ai ishte ulur në depresion në dhomën e tij. Në dhomë hyri kirurgu, i cili e kishte operuar, dhe me një buzëqeshje në fytyrë i tha: "A dëshiron ta dëgjosh tregimin për kadan dhe kaderin, për caktimin e Allahut dhe për fatin?" Studenti u përgjigj: "Po, sigurisht doktor, por unë kam humbur shumë me këtë operacion." Kirurgu i tha: "Edhe unë ashtu kam menduar, derisa ia filluam operacionit. Në fakt, kur e kryem operacionin për ta hequr veshkën tënde, ne vërejtëm pranin e një indi të pazakontë në veshkën tënde, të cilën e hoqëm dhe e dërguam në laborator për analiza. Ky ishte fillimi i ndryshimit të stacionit në rrugën e aktiviteteve kanceroze, të cilat nuk mund të zbulohen përveç se në një fazë shumë të vonë. Por atëherë jeta jote do të ishte çmimi i këtij procesi të rrezikshëm." Studenti i habitur pyet: "O, doktor, a doni të thoni se makina më zgjodhi dhe më goditi pikërisht në atë vend për të më dhënë një shans të dytë në jetë?" Doktori u përgjigj: "Po, mendo pak, a ka mundur kjo të ketë qenë rastësi?" Pa dyshim, ky është tregimi për kadan dhe kaderin, për caktimin e Allahut dhe fatin, të cilin deshët të ma tregoni. Doktori buzëqeshi duke thënë: "Shumë bukur ka thënë një dietar musliman. Sikur njeriu ta dinte se si Allahu qeveris me jetën e tij dhe situatat jetësore, do ta mësonte se Allahu është më i mëshirshëm ndaj tij se sa nëna dhe babai, dhe zemra e tij do të mbushej me dashuri për Allahun."